Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar këtë ngjarjen të shëmtuar që ndodhe në Big Brother VIP Kosova. Tani, Limi, lëre një herë që ka hyrë me një këmbë shumë të keqe, në kuptimin që do me thënë pa marrë parasysh edhe po që se të jetë kjo një marrëveshje nga jashtë nuk është e bukur, do me thënë po bën loj, po bën situata të çuditshme, po puthë një femër, po krijon një lidhje, po krijon drama, dhe në anën tjetër, lëre që do me thënë është fajtori që po tradhton këtë tjetrën, po bëhet edhe xhelos. Pse Alba, do me thënë, e pas ka gënyer dikur Limin për ludon, që do me thënë Alba që nga afruar me ludon. Limi dhe Alba ka nisur një zëng shumë të madhe brenda shtëpisë, do me thënë të dy janë jashtë kontekstit për veten. Nuk e kuptoj pse Alba e mban kaq shumë veten në raport me Limin dhe çfarë është ajo gjëja kaq që Alba ka frikë kaq e madhe që ndoshta edhe ta ofendon Limin, edhe ta godet Limin, ja tani po ikën te Limi në lavanderi, ndërsa Limi është shumë i acaruar. Limi ja nxjerr të gjitha gjërat, i thot ty të kanë vënë të gjitha shoqet blok, ty të kanë vënë të gjitha mediat blok, dhe çuditërisht Dolçe nuk i lë në asnjë moment vetëm. Do të thënë nuk i lë fare as të grinden që edhe të sqarohen. Dolçe ruan me shumë fanatizëm Limin se mos ja merr Alba dhe shikoj që këtë gjë e bën për akmarrje. Dhe çuditërisht produksioni nuk ndërhyn se vdes për klikime, i shitet formati. Tani unë nuk e kuptoj se çfarë promovohet, kjo është e turpshme, që një femër qan, një mashkull i thot ti je mashtruese, ti je gënjeshtare, ti je femër e pis, do me thënë e ofendon pafund, dhe Dolçe shkon i qëndron afër dhe e mbështet dhe banorët e tjerë heshtin, sepse Limi nuk përmbahet dot. Tani, nuk mund të them unë që Alba duhet ta përqafon Limin edhe të jetë e buzëqeshur se Limi po bën këtë tradhtim. Mendoj që Limi është duke luajtur një kartë shumë të keqe, po humbet edhe shumë jashtë, sepse nuk është e bukur që të bësh një femër të ndihet kaq keq dhe ti thuash unë jam bossi këtu, unë bëj çfarë të dua, okay, ti bën çfarë të duash, po jo ta lëndosh, por nuk e besoj edhe Albën pse nuk e bindën veten që do të thënë ti e rrugën nuk të do miru pafshim moj motor dhe pse duhet ta bësh këtë gjën. Do të thënë është një debat shumë i nxehtë, një debat që patjetër do diskutohet në Prime. E shoh që Limi e ka Dolçen dhe Dolçja mundohet non stop, do të thënë duke quajtur Albën gënjeshtare, mashtruese dhe e fto Limin nga lidhja dhe nuk e kuptoj pse ndodhen kjo gjë. Gjithsesi mua më vjen keq për Albën, që Alba nuk pas ka shoqëri as asgjë, do të thënë ashtu siç e tha Limi, dhe uroj me zemër që ta merr veten dhe ju duhet të bëni me patjetër një dron që të jepni Albës një mesazh që qëndroj force, nuk është gjithçka dashuria që ty të personalizon apo ty të bën fuqishme apo ty ta tregon derin tënd. Ky është mendimi im. Dhe kjo që po bën Limi më duket jo normale, sepse në anën tjetër do të thënë ti flen, puthesh, bën skena të çmendura aty me Dolçin që është e turpshme, dhe në anën tjetër do të thënë ti bën xhelos tjetrës kot, që për mua s'ka asnjë lloj logjike.